Debutimi i parë kinematografik i përbashkët i Luizellit dhe Kiara Titos, loja fundit kam bërritur zyrtarisht në kinema. Kjo komedi romantike që vjen si një satir mbi famën e rrjeteve sociale, shënon hapin e parë të qiftit si partner në ekranin e madh. Vetëm 48 orë pas premierës absolute në Tiranë, protagonistët zgjodhen pikërisht ditën e të dashuruarve, 14 shkurtin, për ta sjellë këtë histori në Prishtinë. Po vënuar ata mbërritën ambientit e kinemas ku u pritën nga një kaos si vërtet dashurie. Turmat e njerëzve kishin bllokuar hyrjen duke kërkuar me ngulm qoftë edhe një moment për t'i takuar apo për të shkrepur një foto me ta. Salla po mbushej me shpejtësi nga interesimi i madh për të parë filmin, ndërsa atmosfera brenda u ndez menjëherë nga batutat spontane mes çiftit. Toch niet op dit woord te meer zitten. Juste quando il pubblico ti dà di che ha diviso anche. Nunca puxou solo. Ela é para deixar lá show para nós que não. Que não é que cuida de todos. Already with chain, cachorro, também massagem de não gosto de fazer daquilo que te dá de show. Ela te cheias de sal shumë, ela te emocionoi sepse I ka gjitha brenda dhe çfarë do të them tjetër? Do të them që keni bërë një ndër të jashtëzakonshëm sot, sepse në çdo ditë dashuruve, shumë Kiara prej xhumit në fat pashi ata. Sigur çona xhumit edhe një tavolita ishte I kudita. E hapa, edhe ishte një farë se thashë në janë ata. Dhe thashë në rregull, edhe shkova ja bana gati, ja bana. Sa që njëse të babë ti, e hapi dhe kisha blej libër, si ti shpikoj mantrat. Edhe u mërzit, për të shi qatë të më shketi. Kështë që I shumë për nësë, për josh, kjo ditë dashurie, jetë për gjithë ju, jetë për dashurum, për familjar, po edhe për Shqipëri, Kosovë, me kam thënë gjithmonë, pasha zote këto një ndamanë si me kënë shpiterne, jo edhe Prishtinë, po gjithmonë edhe Kosovë, Unë këtu e kam mësu shpërri në matë bukur që isha gjatë të me thënë të shpofë goma. Po I thosha të shpofë dhe të shafe mërë, pëse më dhe mu, edhe kur do të jo mërë ashtë shofë, po se me shafe, si më shpofë goma, bofa që të rishë këtu. Kështë që ma shpu I herë goma, nuk merë dhe kërkush, po paka cikloke. Ashtë një vlerësim që këti po mu familjes teme dhe që nuk e hekni për kojë sa që të takoni si Aluna. Aja nuk I parë dhe jo, ala ku jam e majtë fjallime, po I përshnetu I ba tap. Falem nëse e, tani vetë leqenda, strategja e gjithë Big Brotherve. Luiz. Kiara, Eli Tito si dhe. Shiko, mos t'i do se do futem të shtëpia Big Brother dhe unë kredit. Do bëjnë unë në jërkim atje. Në strategjit që të mësuar. Për të shakave, faleminderit shumë, doja t'ju komplimentoja për mikpritjen që na e bëni gjithmonë këtu në Kosovë, jeni fantastik, domethënë ju dua kaq shumë të gjithë dhe faleminderit shumë për gjithë dashurinë që na keni dhënë. Tregitavesht. Të qeshurat I keni të garantuara gjatë këtij filmi, po jam e sigurt që do ta pëlqeni shumë dhe mesazhin që kemi dashur të transmetojmë nëpërmjet këtij filmi. Kështu që ju falenderoj dhe ju uroj shikim të këndshëm, edhe presim edhe kritika në fund. Si që kam... Ja, do të thotë ishte. Atë shi. Nuk... Jo, është tamam me vend kjo, si që kam vanë edhe te I vend tjetër, edhe qose që pëlqen, por nuk thejnë më është. Se të shi qatë është dihet do më të thjesht, rrini, durojnë dhe që të marojnë, dhe I pres kritikat, e I buja ma shumë se sa kritikat e atyne që dyne portale që janë ta se po e disa ata I kanë për një atë punë Facebook, po prej është I pres sinqerisht dhe I lërsoj dhe I marrë për bazë për të vazhdimësi.
se unë filmin e bëj për ju, se ju falë jush jam këtu, dhe ju meritoni ju kaq po shumë më shumë. Kështu që Zoti ju bekoj vllajve dhe shumë faleminderit. Shani sot mundeni se për ju shi pranë. Ku ka dashurum këtu? Kush janë të dashuruarit sot? Ngren dorën. Që si që ndo, hajde baba që i dorën. Ala vazhdim dashurum. Unë e kam thënë, jash festa dashurume e kanë dhënë komerciale, po vërtet është dhuroni dashni për gruan, për nanën, për motën, për fëmijët. Dhe sa më shumë të qeshni më shumë, se për Zotin keni mja bëhajrin. Unë të qesh ku jam. Kështu që qeshni. Peu zemrën duke qeshur. 14 ditë po haj. Zbërt me po. Pa ja ka vlerë, për Zotin ja ka vlerë. Ja ka vlerë. Tanë marrin grama, të shi, Kiara në bukë mleti. Tash të gjithë të dashuruarve dashuroni sa më shumë, po dhe atyre që janë single, uroj që edhe atyre që ende nuk e kanë gjetur dashurinë, me qenë se jemi janë më të meçit. Apo jo, s'është. Jo, uroj që ta gjejnë një dashuri si e jona, po themi, që e duan njëri tjetrin, e respektojnë mbi të gjitha dhe në shtëpi komandojnë burri, jo. Zoti me gos po ju vonoj mase, edhe bëhet zetë se jemi shumë vetë. Shikoni, qeshni, bani çfarë doni. Edhe pas fjalës së rastit, entuziazmi nuk ra për asnjë moment. Çifti vendosi këtë natë speciale në Prishtinë me një puthje publike para kamerave, duke krijuar një kujtim të ri, para se të ndaleshin për prononcimet mediatike. Falënderime mirënjohje për gjithë secilin, se fal ty ne jena këtu, dhe fal ty dhe prap, do vazhdojmë me bëj gjëra edhe më të bukura. Kështu që faleminderit stanëve për ulën para Prishtinës, para Kosovës, para gjithë vëllezërve e motra, Zoti ju bekoj, faleminderit shumë për ju. Filmi na erdhi, jo vetë, po bashkë me gruan, çka presim nga ju të dy mbas filmit? Nuk dohena. Çka presim mbas filmit? Pritni, mbas filmit, unë e kam thënë, unë e kam bërë me qef. Jo, nuk dohena, po them shumë me një reale. Po thëmë, të varet nga publiku, nëse e ka prit mirë, nëse e kanë vlerësu, do bëj tjetrin. Nëse jo, them s'ka kam për këtë punë, vazhdoj nga tjetër. Është shumë e thjeshtë. Por gruaja vendos në fund. Luez, nuk ndalemi nga projektet, të shpak po e sigurt, qoftë film, qoftë program televiziv, e sigurt që do ketë diçka. Për aq kohë sa ju na dhuroni dashuri dhe na doni që të na shikoni gjithë kohës, patjetër do ketë projekte. Cili ka qenë momenti që keni vendosur që keni do mendën që do e bëni filmin? A ishte mbas eksperjenca në kuadër dashurisë që ta dhani shihet mirë me u fut filmit? Jo, edhe para saj, bile. 2 ditë pas i kam dalë për Bigut, i kam thënë a bëjmë film me gruaj thash. Pas më janë filmat mu tha kjo. A do ta bëjmë tamani thash, e bëj, jo, realisht 2-3 ditë pas i kam dalë nga Bigu, i kam thënë ëndra jam as me bëj film. Pjesa më e vështirë e xhirimeve cilla ka qenë? Pjesa ku ishte durashi. S'kena pas pjesa, është e lodhshme tani apo. Unë kam po. shijuar shumë, tani që ka dalë filmi, mund të flas. E kena bërë me shumë qef. E kemi bërë me shumë qef. Ky është një pasion si Luizit si dhe imi, aktrimi, kështu që kam dhënë maksimumin në atë film dhe uroj që dhe ju ta gjykoni njësoj siç ne kemi ndier gjatë kohës që kemi punuar. Meqense me profesion si ne asnjëri aktor, cili mendoni që ka performuar më mirë? Cili ka qenë aktor më i mirë për juve dyve? S'bëhet fjalë që Kiara më kalon edhe mua pa mend. Keni për ta pallë vetë, do të thënë, nuk e di, se kam njoft kur e kam pa mbrapa që e bëa montazhi tani, kam thënë a Kiara kjo. Realisht më kalon pa fjalë. Du mund dal te Kiara. Mos u nal hiç, vazhdo. Prit. Ishim në konferencën për media bashkë. Po. Edhe Kiara ishte vetmja që nuk i kishte pa, ti i kishte pa filmin frame për frame sa që ishte lodhur. Kiara, pasi doli filmi si u ndjeva, kishte bëu një punë të mirë Luizi. Ishte jashtëzakonisht fantastik si film, jo se e kemi bërë ne, jo se e kemi nxjerrë ne të dy, por realisht është fantastik. Kur ta shikoni do më besoni, sepse nuk është vetëm hajde qeshim, hajde qajm, është një film me një mesazh shumë të fortë që ata që do ta ndjekin do ta kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Për kohët e sotme, gjithmonë. Keni pyetje ti? Se ti e ma i streci. Unë vetëm me 14 shkurt nuk i bëj lorot. Gjithë vitin po me 14 shkurt jo. S'pëlqej si përgjigje kjo. Se çdo ditë po i bëj diçka kur dalim. Çdo ditë ka San Valentin. I kam veshur dhuratën e Luizit. Sandalet që kam vesh sot. Mos ja tregom më e bordnesh, mos ja tregom. Sot filmin Prishtinë, mesazhi juaj për shikuesit që duhet vinë ta shohin filmin. Hajde shifeni, mo troç. Se i fjalë me thonë jo tregoj këtë filmin, pasha zoti. Jo kisha shpjeguar po i fjalë me thonë kuptohet se ç'është. Kështu që nuk mund më thonë pa veti. Kiara, E kam një pyetje të fundit për Kiarën që s'ka lidhje me filmin.
për sa i përket Luizit në 3 ditë Big Brother VIP Albania, u përpoq shumë me i bo bashk Brikenën dhe Mateo nga 1-10 Saki Dorti se fansat konsiderojnë Briteo fan. Më lejohet të flas duke qenë moderatorja e fan klubit, nuk jap dot opinione për banorët e Big Brotherit, i përshëndes, i du fort gjithë, po kaq. Përveç Kosovë dhe Shqipërinë, cilat vende tjera do shfaqet premiera në Evropë, në Amerikë apo diku tjetër? Në Maqedoninë, Malzi, Greqi, Itali, Gjermani, gjithkohë, edhe në Australi, Kanada, Amerikë, kudo ku ka shqiptar, shqipfolë të shkojnë. Do i takojmë të gjithë, se kemi shumë pa takuar akoma. Do qojnë gjithë ku ka shqiptar. Vëmendja nuk ishte vetëm tek protagonistët. Mes fansave të shumë të dalluan edhe disa mbështetës mjaft veçantë, përfshirë një çift simpatik që tërhoqi vëmendjen e Luizit dhe Kiarës. Por suksesi i këtij rrugtimi ndahet me njerëz kyç prapa kuintave. Në këtë premierë nuk munguan menaxheri Mirakaj dhe producenti Çelik Lipa, bashkëpunëtorët e ngushtë me të cilët Luizi vazhdon të punojë prej kohësh. Loja fundit filmi ma i ri Luizit na boni bashk, po besoj që është di projekt që ka përmen edhe që ju e dini sa i ka kushtu mund edhe kohë, mes tjera është edhe teksa keni punu në studio me to, është diçka që e ka pas për qefi, a? Po, sinqerisht na jena marrë edhe me pjesën menaxhment muzikës artistike, po e dim që kur na ka rrë dhe biseda në herë, ka pas si pasion këtë pjesën e filmit, edhe për këzaj se ka rezultu me pas një sukses jashtëzakonisht shumë, duke e pa dhe mosën veç që ka ndodhë, që unë nuk kom dyshu kur, do më thonë, projektet e tina, sigurisht i komplementoj dëtë edhe kjanë që në konë, do më thonë, jashtëzakonisht me kullushë. Me konë artist i përfshin kogja disa dimensione, po qa për ta mërmenja që i lek pjesën e Luizit si artist, a është po aq i mirë në aktrim sa është në muzikë si këngëtar? Përveç që është i mirë edhe në studio edhe në muzikë, Luizi është i multitalent, që shpreh edhe mënyrë komedisë edhe çfarë do mënyrë të filmit, kështu që besoj që veç ka me pas sukses edhe ka me mërima të mira. Unë e di që nuk e kalon Luizi punë paralelisht, keni punu shumë në studio, paralelisht jënë bo projekte gati, s'po di çfarë mundi me na zbulu, me qenë se jemi mbledh për lojën e fundit Luizit, për Luizin në aspektin e projekteve. Për pasin e ka Çelike, se ka dhe një super kong që është gati për me dalë Luizin një bashkëpunim. Është bashkëpunim, do të thonë. Është bashkëpunim me artistën Nora Estrefi, o dalë një projekt shumë e mirë, pritet mu xhiru edhe mu publiku besoj këto djavë vazhdim. Po përveç edhe muzikëve që kena pënu, jetë mirë është të bodhë një festival besoj keni pa, mundet mi u folë dhe mi u kallëzu ma shumë. Tash, në ampreve nuk ja huqim informacionit korre, kena sakt, po kështu ndasht vetë për jetë mirit me e pas të konfirmume, gushti ka me konë tjetë nivel, 2 super artista ndërkombëtar evropian, mrite me i pru në Prishtinë. Po, kjo informacion është i vërteta. Po, shumë e vërteta dhe mu ka dosh deri në 5-6 muaj me punu rreth atij projektit, se edhe sigurisht në rol dal me najtë e knero, po ku dal ta më puna me jahush. Edhe besoj që ka me konë një nivel duke po dhe që tash veç koncertet e mëdhaja kanë arrit edhe në venin tonë, edhe pse jo jemi lumtur që ka me arrit mi realizu si projekt. Që dorë zotin nëse ka me konë i sukseshëm, ku me pas edhe emna Haloma Batur, duke marrë parasysh që edhe Gjim se Morat e shumë tjerë që kom me konë, janë ndër emrat kryesore evropian. Në vërtet. Po besoj që në line-up ka me konë edhe një numër i konsiderueshëm i artistave tonë vendor. Po sigurisht, se mas pari edhe prioritet artistave tonë ju jap, se të më thonë dëshira jam që mas pari edhe njerëzit tonë mu rrit, mu avancu, edhe sigurisht që edhe për shokë mi, so në 95% që veç kam raporta shumë mirë, ajo zakonisht. Po du me pas konfirmuar për juve SBS makineria hiteve që do më thoni përsakton trendet në industri edhe si vjetë keni punu mjaftueshëm, po besoj sa me pas material për sidomos për sezonin e nxehtë ku gara ka me punë kogja e zjarrt. Po du edhe këtu se Çeliki ka përparësie të pjesa producer me fol, po pa ego, pa najt keqe. Nëse ekzistojnë 4 emra në shqiptari në momental, dje që 3 prej tyre janë të punu me Çelikun. Po mundesh me konfirmuar që do të thonë ka projekte shumë të mira për këtë sezon, a? Ka projekte të mira, janë gjigande, janë me artista të mëj, ka bashkëpunime, kena punu ma shumë se vitin e kalum, ka me pas rësi edhe besoj kam një pëlqy krejtë. Nuk ka diskutimi ju keni dëshmu me standardin që keni si shtëpi diskografike, unë po i venderej shumë, edhe jena në kontakt për rësi, ashta na i bashkëpunim
nuk na zini për të madhe kur e zbulojmë kështu kur të marrim vesh. Kja u prishëm ndaj sekret. Të lot, edhe pse ju jeni shumë të saktë vërtet, ju dëshiroj shumë suksese edhe filmit Loja e fundit nga Luizi Kiara që u kon projekt jashtëzakonisht shumë i mirë. Cineplexin e star për këtë audiencën kosovare që dojnë me pa. Faleminderit shumë. Për të gjithë ata që duan ta shijojnë këtë komedi romantike, Loja e fundit tashmë shfaqet rregullisht në kinemat e Prishtinës në disa termine ditore.